Horoskopi ditor e diel, 8 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit, 8 qershor 2025. Dashi, energjia juaj dinamike amplifikohet sot, ndërsa Marsi ndikon në shenjën tuaj, duke inkurajuar veprime të guximshme në karrierën tuaj. Kozmosi sugjeron marrjen e një rreziku të llogaritur që mund të çojë në shpërblime të konsiderueshme. Në frontin e marrëdhënieve, dialogët e hapur mund t'ju afrojnë më shumë me partnerin tuaj. Ndershmëria dhe cenueshmëria krijojnë magjinë lidhëse që ju nevojitet. Financiarisht, rishikoni një mundësi të vjetër investimi që mund ta keni anashkaluar. Ajo mund të sjellë fitime të papritura tani. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj të tepërt në ushtrime për të ruajtur ekuilibrin. Konsideroni meditimin ose jogën për të qëndruar me këmbë në tokë. Pasi mendja juaj mund të jetë duke gumëzhitur me ide të reja. Ndërveprimet shoqërore mund të paraqesin mundësi për të lidhur me figura me ndikim. Mbani një mendje të hapur dhe jini gati të ndani njohuritë tuaja. Dashi, besoni në instinktet tuaja, por sigurohuni që ato të mbështeten nga faktet. Kërkoni zgjidhje praktike për çështjet emocionale. Qartësia e sotme mund të çojë në vendime afatgjata. Me universin që ju mbështet, jini të guximshëm. Horoskopi ditor i Demit, 8 qershor 2025. Demi, do të gjeni qetësi në kënaqësitë e vogla të jetës. Hëna do të ndriçojë rrugën tuaj në çështjet e zemrës, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të nxitur lidhje më të thella me të dashurit. Angazhohuni në biseda kuptimplote dhe shijoni stabilitetin që ato sjellin. Profesionalisht, durimi është çelësi. Çdo vonesë në projekte duhet të shihet si një mundësi për të përmirësuar detajet për një rezultat më të rafinuar. Qëndroni larg vendimeve të nxituara financiare. Vlerësoni investimet me kujdes. Shëndeti juaj përfiton nga një rutinë qëndrueshme. Prandaj përmbajuni planit tuaj të mirëqenies dhe ndoshta prezantoni ushtrime të buta si ecja ose shtrirja. Kreativiteti lulëzon sot. Merruni me ndjekje artistike nga gatimit e kopshtaria, të cilat sjellin kënaqësi dhe paqe. Shoqërisht, mund të rilidheni me një mik të vjetër, duke ringjallur një marrëdhënie që sjell gëzim dhe depërtim. Besojini shisave tuaja dhe merrni vendime që përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Demi, praktikaliteti juaj i lindur i kombinuar me energjitë krijuese e bën ditën e sotme të begat. Horoskopi ditor i binjakëve, 8 qershor 2025. Binjakët, aftësitë tuaja të komunikimit janë të theksuara sot. Pasi Merkuri, planeti juaj sundues, ju inkurajon të shprehni qartë mendimet tuaja. Ky ndikim mund të sjellë dobi si në punë ashtu edhe në marrëdhënie personale. Prisni diskutime të gjalla që mund të çojnë në ide inovative. Qëndroni të hapur ndaj reagimeve, ato mund të ofrojnë perspektiva të reja. Financiarisht, sot është e favorshme për rishikimin e buxheteve. Kërkoni këshilla nëse është e nevojshme, por besoni intuitës suaj. Për sa i përket shëndetit, shkathësia juaj mendore mund të kërkojë pak ekuilibër. Merrni në konsiderat aktivitete si leximi ose enigma që ju mbajnë të mpret pa ju stimuluar shumë. Perspektivat romantike shkëlqejnë në dritën e Venusit, duke ju ftuar të forconi lidhjet aktuale ose të eksploroni lidhje të reja. Përqafoni spontanitetin në jetën tuaj shoqërore. Një takim i rastësishëm mund të çojë në një miqësi të vlefshme ose lidhje profesionale. Mbani një sy në kalendarin tuaj për të shmangur rezervimin e dyfisht. Binjakët, me kuriozitetin tuaj natyror, le të jetë sot një kujtesë se eksplorimi shpesh çon në rezultate të jashtëzakonshme. Përqafoni mundësitë e papritura. Horoskopi ditor i Gafores, 8 qershor 2025. Gafore, sot shkëlqimi i hënës përputhet me natyrën tuaj të ndjeshme, duke rritur intuitën tuaj. Mund ta gjeni veten duke reflektuar thellë mbi zgjedhjet e së kaluarës, duke fituar perspektiva që mund të formësojnë vendimet e ardhshme. Në karrierë, qasja juaj empatike fiton mbi kolegët, duke quar ndoshta në sipërmarrje bashkëpunuese. Besojini këtyre sukseseve intuitive kur lundroni në projekte komplekse. Situata juaj financiare përfiton nga qasjet konservatore. Shmangni investimet impulsive. Marrëdhëniet ndërpersonale kërkojnë autenticitet. Hapuni me ata që janë afër jush për ndjenjat tuaja të vërteta. Pasi cenueshmëria sot nxit besimin dhe lidhjet më të thella. Sa i përket shëndetit, ushqeni mirëqenien tuaj emocionale. Aktivitete si shkrimi i ditarit ose yoga e butë mund të ofrojnë momente të thella qartësie dhe relaksimi. Marrëdhëniet romantike lulëzojnë me një fokus në ëndra dhe qëllimet e ndërsjella, duke përgatitur terrenin për arritje të përbashkëta.
Takimet shoqërore ofrojnë një kujtesë të butë të sistemit mbështetës që keni në vend. Gafore, cilësia juaj e kujdesit është superfuqia juaj sot. Lejojeni atë t'ju udhëheqë drejt harmonisë dhe përmbushjes. Horoskopi ditor i Luanit, 8 qershor 2025. Luani, energjia e gjallë e diellit e mbush ditën tuaj me optimizëm dhe vetbesim. Është një kohë e përkryer për të marrë me projekte ose strategji të vonuara që nxjerrin në pa aftësitë tuaja udhëheqëse. Shkëlqeni në takime dhe prezantime. Entuziazmi juaj është ngjitës dhe fiton admirimin e kolegëve. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve. Kërkoni këshilla nga njerëz të besuar. Në dashuri, karizma juaj tërheq vëmendjen. Thelloni marrëdhëniet ekzistuese ose krijoni lidhje të reja romantike me autenticitet. Nga ana shëndetësore, balancimi i energjisë me pushimin është thelbësor. Nivelet tuaja të energjisë janë të larta, por sigurohuni që të mos e teproni me veten. Një hobi krijues mund të ofrojë një dalje të përsosur. Shoqërisht, fryma juaj dinamike ju bën qendrën e çdo takimi. Përdorni këtë tërheqje magnetike për të krijuar ndërveprime kuptimplote. Luani, ndërsa shijoni vëmendjen, mos harroni të nderoni kontributet e të tjerëve. Sot, aftësia juaj për të frymëzuar dhe udhëhequr me zemër ka një ndikim të thellë tek ata përreth jush. Festoni triumfet tuaja me përulësi. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 8 qershor 2025. Virgjëresha, yjet rreshtohen për të përmirësuar mendjen tuaj analitike, duke ju ndihmuar të shkëlqeni në detyrat e zgjidhjes së problemeve në punë. Zgjidhjet praktike që propozoni mund të jenë çelësi për të zhbllokuar mundësi të reja. Qëndroni të kujdesshëm, por mos lejoni që perfeksionizmi të pengojë progresin. Çështjet financiare kërkojnë një analizë të detajuar. Vendimet e sotme mund të çojnë në stabilitet afatgjat nëse trajtohen me kujdes. Në frontin personal, marrëdhëniet përfitojnë nga vëmendja juaj ndaj detajeve. Tregoni vlerësimin e të dashurve tuaj përmes gjesteve të vogla dhe të menduara mirë. Sa i përket shëndetit, prioritizoni rutina dhe zakone që mbështesin mirëqenien fizike dhe mendore. Praktikat e vetëdijes, të tilla si meditimi, mund të rivendosin qetësinë dhe qartësinë e brendshme. Në aspektin shoqëror, kërkoni ekuilibrin duke përqafuar ndërveprimet në komunitet që pasurojnë shpirtin tuaj dhe zgjerojnë horizontet tuaja. Virgjëresha, ndërsa qasja juaj e bazuar ju dallon, sot ju kujton gëzimin në spontanitet dhe përqafimin e papërsosmërive të jetës. Besoni se zelli juaj do të shpërblehet, duke sjellë harmoni dhe rend në jetën tuaj të përditshme. Horoskopi ditor i Peshores, 8 qershor 2025. Peshore, sot ekuilibri është çelësi. Yjet favorizojnë zgjidhje harmonike në konflikte, duke e bërë atë një kohë ideale për të ndërmjetësuar ose rinegociuar kushtet në punë. Aftësitë tuaja të natyrshme diplomatike shkëlqejnë, duke ju udhëhequr drejt rezultateve të drejta. Marrëdhëniet financiare kanë nevojë për një qasje të kujdesshme. Peshoni plotësisht pro dhe kundrat para se të angazhoheni. Në dashuri, dialogët e hapur me partnerët mund të rrisin besimin, festoni vlerat e përbashkëta duke përqafuar ndryshimet. Nga ana shëndetësore, rivendosni ekuilibrin përmes një kombinimi të aktivitetit fizik dhe relaksimit. Merrni në konsiderat ushtrime të buta si tai chi ose pilates. Ndërveprimet shoqërore sjellin një sër perspektivash të reja. Angazhohuni në biseda që sfidojnë pikpamjet tuaja, duke ofruar rritje dhe njohuri. Kreativiteti rrjedh pa probleme në ndikimin e Venusit, duke inkurajuar ndjekjet artistike që sjellin gëzim dhe kënaqësi. Peshore, kërkimi juaj për ekuilibër shërben si drita juaj udhërfyese sot, duke pasuruar jetën tuaj me paqe dhe bashkëpunim. Përqafoni aftësinë tuaj për të parë të gjitha anët, duke krijuar lidhje që ndërtojnë harmoni të qëndrueshme. Horoskopi ditor i Akrepit, 8 qershor 2025. Akrepi, shtrirja kozmike e sot me rrit intuitën tuaj, duke ju lejuar të shihni përtej përshtypjeve sipërfaqësore. Besojini instinkteve tuaja, veçanërisht në marrëdhëniet personale ku mund të shfaqen emocione të fshehura. Përqafojeni këtë mundësi për t'u lidhur thellë me të dashurit. Në punë, shfrytëzoni njohuritë tuaja për të lundruar në projekte komplekse. Zgjidhjet shpesh gjenden në mbulesë. Rritja financiare duket premtuese, por qëndroni vigjilent ndaj rreziqeve tepër ambicioze. Sa i përket shëndetit, kujdesi për mirëqenien tuaj emocionale është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik. Aktivitete si shkrimi i ditarit ose daljet krijuese do të ofrojnë qartësi. Energjia juaj magnetike është e prekshme,
duke tërhequr kontakte të reja shoqërore që mund të çojnë në aleanca të fuqishme. Kjo është një ditë e favorshme për të diskutuar tema shpirtërore ose filozofike që rezonojnë me bindjet tuaja kryesore. Akrepi, zhytuni në pasionet tuaja me besim. Lejoni që intensiteti i ndjenjave tuaja t'ju udhëheqë drejt transformimit dhe rritjes. Sot është një ditë për të eksploruar thellësitë dhe për të përqafuar të panjohurën me qëndrueshmëri. Horoskopi ditor i shigjetarit, 8 qershor 2025. Shigjetari, shpirti juaj aventuresk është i theksuar sot, duke inkurajuar eksplorimin si në mendim ashtu edhe në veprim. Me Jupiterin, sundimtarin tuaj, i cili thekson rritjen e gjerë, mund të shfaqen mundësi të reja në udhëtime ose arsim. Profesionalisht, merrni një hap të sigurt në projekte që sfidojnë status quo në tuaj. Financiarisht, investimet e fokusuara në të ardhmen ose planet e kursimit do të përfitojnë. Kërkoni këshilla nga mentor me përvojë. Marrëdhëniet ndërpersonale lulëzojnë me ndershmëri dhe hapje. Synoni biseda të sinqerta që zbulojnë lidhje autentike. Shëndeti juaj merr një nxitje nga aktivitetet në natyrë. Merrni në konsiderat një shëtitje të shkurtër ose një xhiro me biçikletë për t'u rigjallëruar. Angazhohuni me komunitetin tuaj dhe ndani njohuritë tuaja. Aftësia juaj e rrëfimit të historive mund të frymëzojë dhe motivojë të tjerët. Shigjetari, optimizmi juaj hap rrugën për zbulime të reja sot. Besoni në udhëtimin tuaj dhe lejoni që kurioziteti juaj natyror t'ju çojë në përvoja të papritura dhe shpërblyese. Mbillni fara aventure sot për të korrur korrje të pasura dijesh dhe gëzimi në kohët që do të vinë. Horoskopi ditor i Bricjapit, 8 qershor 2025. Bricjap, sot është një ditë për vendosjen e qëllimeve dhe planifikimin strategjik. Pasi Saturni, planeti juaj sundues, inkurajon përparimin e disiplinuar. Rishikoni objektivat personale dhe profesionale. Qartësia tani mund të rezultojë në një përparim të jashtëzakonshëm. Prioritizoni detyrat në mënyrë metodike dhe jini të duruar me rezultatet. Planet financiare stabilizohen ndërsa masat e kujdesshme të marra sot çojnë në rezultate të sigurta në të ardhmen. Në jetën tuaj personale, kultivimi i marrëdhënieve të ngushta përmes kohës cilësore mund të forcojë lidhjet. Dëgjoni me vëmendje dhe ofroni udhëzime aty ku është e nevojshme. Nga ana shëndetësore, balanconi rutinën me fleksibilitetin për të parandaluar lodhjen. Përfshini praktika qetësuese si meditimi për të ruajtur harmoninë. Nga ana sociale, qasja juaj pragmatike mund të veprojë si një magnet për ata që kërkojnë këshilla të bazuara. Energjitë kozmike të sotme mbështesin ambicjet tuaja, duke ju kujtuar të jeni të butë me veten dhe të tjerët. Bricjap, besoni në strukturat që keni ndërtuar dhe mbani mend se qëndrueshmëria e shoqëruar me dëmshurinë krijon një themel të fortë për arritjet e ardhshme. Lejoni vendosmërinë t'ju udhëheqë. Horoskopi ditor i Ujorit për 8 qershor 2025. Ujori, sot e sheh mendjen tuaj shpikse të lulëzojë ndërsa Urani frymëzon inovacionin. Ju tërhiqeni nga qasje të reja në projektet e punës dhe interesat personale. Përqafojini ato. Arenat profesionale ndriçohen me mundësi të reja kur ndani idetë tuaja progresive. Financiarisht, strategjitë inovative në buxhetim ose sipërmarrje mund të sjellin përfitime. Eksploroni shtigje jo konvencionale. Në aspektin ndërpersonal, karizma juaj tërheq grupe të ndryshme, duke nxitur shkëmbime pasuruese që mund të transformojnë perspektiva. Nga ana shëndetësore, liria është thelbësore për shpirtin tuaj. Aventurat solo ose ndjekjet krijuese në natyrë rivendosin ekuilibrin. Angazhohuni me komunitetet që mbrojnë ndryshimin. Zëri juaj mund të motivojë dhe frymëzojë. Ujori, aftësia juaj për të menduar jashtë kornizave ofron përparime dhe lidhje. Përdorni këtë energji për të krijuar rrjete dhe për të zbatuar ndryshimin. Sot kap thelbin e asaj që jeni, një vizionar i pafrikë për të sfiduar normat. Përqafoni rrjedhën dinamike dhe lejoni që frymëzimi t'ju çojë drejt mundësive të reja. Progresi është aleati juaj. Horoskopi ditor i Peshqve, 8 qershor 2025. Peshqit, ndërsa Neptuni frymëzon ëndrat tuaja sot, njohuritë tuaja intuitive thellohen, duke ofruar qartësi si në sferat profesionale ashtu edhe në ato personale. Besojini zërit tuaj të brendshëm kur merrni vendime komplekse, pasi ai ju udhëzon drejt rezultateve harmonike. Ndjekjet krijuese lulëzojnë qoftë në art, muzikë apo shkrim, imagjinata juaj nuk njeh kufi. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rivlerësuar investimet dhe buxhetet me një mendësi të qartë. Në marrëdhënie, empatia forcon lidhjet. Aftësia juaj për të dëgjuar dhe kuptuar rrit lidhjet me të dashurit.
Jepini përparësi shëndetit tuaj përmes aktiviteteve ushqyese si shtrirje të buta ose meditim që harmonizojnë trupin dhe mendjen. Takimet shoqërore ofrojnë ngrohtësi dhe gëzim, duke ofruar momente mbështetje dhe të qeshurash. Angazhohuni me të tjerët në tema të thella që prekin zemrën. Peshqit, kur e hapni veten ndaj energjive delikate përreth jush, do të zbuloni se dita e sotme është e mbushur me mundësi për rritje dhe dhemshuri. Zhytuni thellë në ëndrat tuaja dhe manifestoni butësi në gjithçka që bëni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.